Tani më është vendosur zyrtarisht se ku do të luhet ndeshja e gjysmëfinale për kualifikueset e Kupës së Botës me Slovakisë dhe Kosovës. Federata e futbollit të Slovakisë ka njoftuar se kjo ndeshje do të luhet në kryeqytet në Bratislav, në stadiumin Telne Pole. Sfida mes Slovakisë dhe Kosovës zhvillohet e njëjtën e 26 marsit të vitit 2026 me fillim nga ora 20:45. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Slovake të futbollit Peter Palenčik tha se ishin 3 stadiume në garë, por në fund është vendosur për Telne Pole, stadium që ka kapacitet për 22.000 ulësesh. Ne morëm në konsiderat stadiumet në Bratislav, Trnava dhe Kosice, u analizuan të gjitha rrethanat, kushtet, kapaciteti, logjistika për të dy ekipet dhe mundësia për ndërhyrje në raste të paparashikuara. Në fund ne vendosëm që ndeshja me Kosovën të zhvillohet në Bratislav dhe këtë informacion ja përcollëm edhe UEFA-s, ka thënë Palenčik për faqen zyrtare të Federatës Slovake. Gjithashtu, Federata e futbollit e Slovakisë ka njoftuar se së shpejti do të publikohen edhe çmimet e biletave në faqen e tyre zyrtare. Kosova do të ballafaqohet me Slovakinë në kuadër të gjysmëfinales së play-offit për një vend në kampionatin botëror në futboll. Mediat slovake kanë shkruar për flamurin dhe himnin e Kosovës në prag të kësaj sfide që luhet në mars. Këto mediume e kanë ngritur këtë çështje pasi që Slovakia nuk e njeh zyrtarisht shtetin e Kosovës. Slovakia nuk e njeh Kosovën, por do të jetë kundërshtari i ekipit slovak të futbollit në ndeshjet eliminatore për Kupën e Botës 2026. Ministria e Brendshme e Republikës Slovake sqaroi nëse himni i Kosovës mund të intonohet dhe flamuri i saj mund të ngrihet në stadium. Do të vinë në tatras për ndeshjen eliminatore për Kupën e Botës 2026, pra do të lejohen simbolet e Kosovës që të përdoren në stadium, shkruan mediumi slovak. Ekipi kombëtar i futbollit slovak do të takohet me Kosovën në shtëpi më 26 mars në gjysmëfinalet e play-offeve për Kupën e Botës 2026. Kjo do të jetë ndeshja e parë ndonjëherë midis ekipeve kombëtare të dy vendeve. Ky duel do të ketë edhe një nuancë të fortë politike pasi Slovakia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, kështu që po pyesim nëse flamuri kundërshtarit do të lejohet të shfaqet dhe nëse lojtarëve dosaj do të lejohet të intonojnë himnin para ndeshjes. Ministria e Punëve të Brendshme slovake deklaroi se duke pasur parasysh që Kosova nuk është njohur si shtet i pavarur, përdorimi i flamurit ose himnit të saj në territorin e Republikës Slovake, për shembull brenda kuadrit të protokollit diplomatik, është i papërshtatshëm. Megjithatë, sipas Ministrisë së Brendshme, në Bratislav, ngjarjet sportive ndërkombëtare siç janë kualifikueset e Kupës së Botës rregullohen nga rregullat dhe protokolli i Federatës së caktuar, në këtë rast FIFA-s, antare e së cilës është Kosova. Këto rregulla kërkojnë ngritjen e flamurit dhe intonimin e himnit të secilit shtet antar pjesëmarrës, pavarësisht nëse vendi mikpritës e njeh atë diplomatikisht apo jo. Nëse përdorimi i simboleve të Kosovës në territorin e Republikës Slovake është i kufizuar në hapësirën e stadiumit të futbollit, duke marrë parasysh faktin se FIFA është organizatori i ngjarjes, ky fakt mund të pranohet, tha zëdhënësi i MPB-s Matej Neumann. Sipas tij, çështjet e ngjashme janë trajtuar nga shtetet e tjera që gjithashtu nuk e njohin Kosovën si shtet, por kanë pranuar rregullat dhe protokollet e Federatës së caktuar ndërkombëtare sportive. Për më tepër, ai thotë se kjo nuk do të jetë era e parë që një ekip sportiv i Kosovës ka ardhur të luajë në Slovaki. Në nëntor 2023, lojtarët slovak të handbollit në fazën e parë të kualifikimit për Kupën e Botës 2025 e mposhtën Kosovën 33-23 në Povarska Bistrica. Po ashtu, vitin e kaluar në gusht në kualifikueset e kampionatit evropian 2026, lojtarët e volejbollit gjithashtu e mposhtën Kosovën në Nitra 3-0. Pra le të shpresojmë që lojtarët e futbollit do të bëjnë të njëjtën gjë në mars, shkruan media slovake. Përveç kësaj, më 5 korrik 2026 lojtarët e basketbollit do ta presin edhe Kosovën në shtëpi në parakualifikueset e kampionatit evropian 2029.